Pyetja ime është a di ke familja, morë leje për familjes kur ju bashkove luftës? Me qenë se jeti full për babën edhe për baba nuk ka pajtu, po kallëzoj publikisht, edhe baba e thot, për shkak se emocioni prindëror jam ujti, por nana më dha kurajë shumë. I ke vetë, ju ke tregu. Nana më ka inkuraju, nana më ka nxit, nana më tha, edhe ditë kur u ktheva, edhe më hetoj plagën, edhe më hetoj këta dhamë se këta nuk janë të mitë, edhe pse nuk dike. Nona kish pas një me zamër, sunën në luftë. Edhe duke qenë i shtrim, mas i hupa dorën e djathë, e pa ta nis një letër, nonës me atërku. Edhe kom shkru me dorën e majtë. Kur e ka morë nona letrën, mas 2 muje kur i ka ronë dorë pe spitalit Turkis, se prindrit e mi me agjallarët e mi, në kohën e luftës, ata janë strehu në Kruj, Shqipërisë. E mas e kanë morë atë letër, nona ka thonë kë nuk është krimi Fatmirit. I ka ndodhë diçka. Baba më ka arsyetu, ka thonë, u mësu me shkru arabisht, e ka harru me shkru shqip. Edhe si më ka po nona, mas i më këthy, ma bone, tha, që ka ndodhë me ty, tha, e plagua, e diti nona, nuk janë tha këta dhëmë të tu, Fatmir. Nuk janë. Edhe mas i qetsova, edhe ende dorën e kisha në gjamadonin që kisha rujt, edhe peqes, thash, unë pisudit, jam kë, kështo qysh, ka dosh zoti, më ka pështu si plët shok të tjerë që i ka pështu, ata që pa të ndeken, i ka gradu Allahu me gradën e shahidit, më bani nona, tha të kujtoj që të kom thonë kur je nis 98-ën, ky muhabet ishte dykon ofër që e bënëm tash pas 14 muje, sepse une isha kyq në UÇK në fund të majit, 98-ën, edhe tash po takuna me nonën në fund korrikut 99, më thonë, ofër 13 muj. Thash po, tha që të kom thonë, thash më ke thonë, djali jam, halal qoftë gjini që ta kom thonë, e po ta një djali me a këthy pushkën së tërpis. Une i falenderojmë Allahut për këtë tukim, që ne kanë dhonë pleshtë e to, të cilët me peripeti i kanë qendru besnik edukimit prindërve dhe plegjve në quj, të atyre bura dhe atyre grave, të asoj shkollës Ahmet Delis, të asoj shkollës të Zembejtës, asoj shkollës Shaban Pulluj, e Mehmet Gradic, e Ahmet Selac, e Dan Dëravc, e plot burra për çdo regjuni, qofshin në Malsi, në Lapen, Gollak, në Drenicën, në Shal, e në gjitha regjionet ka rrugë shqiptaria që thëjnë bukës buk e ujit uj, edhe e përdërën atë buk e atë uj me bismillah dhe falenderojmë Allahun, tu i thonë elhamdulillah, edhe ne shqiptarët jemi modeli bukur.